thënë, ishim pak a shumë një regjistër të njëjtë. Një individ i cili bën kapërcime të tilla, patjetër duhet ta bëjmë një deklaratë publike. Unë nuk jam për deklaratat në Facebook, sepse Facebooku vërtet tani është bërë mjet komunikimi, por aktet publike bëhen nëpërmjet letrave, aktet publike bëhen nëpërmjet përcjelljes mediatike dhe tani të gjithë zyrtarët i kanë këto mundësi. Dua të vi tek pyetja juaj. Duke marrë individ të tillë që janë të nivelit të dytë, që janë të rrjeshtit të dytë, unë besoj që zonja Caka paraqit një element krejt tjetër, i cili duhet marrë në analizë veçma, sepse zonja Caka ishte, të themi, individi kryesor mbas zotit Blushi që mbronte të gjithë kauzën e LSI-s kundër të gjithë politikave të zotit Rama, dhe personalisht kur jam gjendur në studio me të i kam thënë, po gjen diçka pozitive? Jo. Dhe vim tani tek rasti i këtyre individëve. Po shikoni me kujdes, nuk është më problemi këtyre individëve që po merren. Zonja Caka, nuk bëri ndjes, nuk është se ne vetëm kur e morëm vesh u bë zëvendës ministre, nuk pati asnjë reagim aty nga LSPL-ja, u tha që ajo do ikte për master, nuk ishte shkëputur totalisht as nga partia. Aida, t'ju them diçka. E dini kush ju mëson për të gjitha gjërat është filozofia. Gjërat e kundërta të gjitha bashkohen. Dhe për shembull, po pendoj një individ i cili është i thekur kundër diçka, e keni parasysh që ndan vetëm një fije nga pjesa tjetër. Dhe ky është rasti i zonjës Caka.